Instituti i Statistikave raporton për një tkurrje të popullsisë nga 1 janari i këtij viti. Sipas Instat, popullsia shqiptare më 1 janar rezultoi 2.36 milion banor, duke pësuar rënje me 1.2% krahasuar me janarin e vitit të kaluar. Rënja e popullsisë ka ardhur si rezultat i 2 komponentëve kryesor demografik, së pari nga emigracioni dhe së dyti nga rënja e lindjeve. Një tregues shqetësues gjithashtu është plakja e popullsisë. Mosha mediane është rritur 43.5 vjeç në 2024, ndërsa në fillim të vitit 2025 në 44.3 vjeç, duke reflektuar uljen e lindshmërisë dhe emigrimin e të rinjve. Kjo e ka çuar edhe raportin e varësisë të moshuarve në 33.3%, në rritje nga 31.1% një vit më parë. Tirana është i vetmi qark me rritje të popullsisë, ndërsa Shkodra, Kuksi regjistrojnë rënje më të mëdha.